Më shkruan një lexues lidhur me skandalin Bankers. Sjellja e Bankersit thotë është tipike për në vendet afrikane dhe të korruptuara. Ata që kanë nënshkruar thotë kontratat me Bankersin duhet varen, thotë, me këtë duhet merret spaku. Një shtet rumpall thotë, vjedhja është nder dhe lavdi. Ndonjëherë thotë më vjen t'i heq kapelen e Enver Hoxhës, që nuk i lejonte këta grabit qartë hidhnin vallën në vendin tonë, por dhe ai thot pati gabimet e veta. Është një mesazh i irrituar dhe unë mendoj që është një irritim i drejtë qytetar. Është një revolt që buron nga një rast i cili nuk është një skandal i thjeshtë. Është një rast ky Bankersit kur pasuria kombëtare nuk sjell të ardhura dhe është një çështje që, siç e mendoj unë, nuk është vetëm çështje taksash, por është një çështje që ka të bëjë me sovranitetin. Kohët e fundit kam lexuar një investigim që sapo e hapa këtu nga faqja Kapitali. Më duket një investigim serioz. Çfarë thot ky investigim? Si ka mundësi që Shqipëria është prodhuesi naftës në rastin konkret, por shteti shqiptar përballet me këtë paradoksin absurd që nafta merret, ikën, shitet rregjet kombëtare dhe parat nuk janë në Shqipëri. Nuk mblidhen taksa, si është e mundur. Ky investigim thotë që është zbuluar që ekziston një llogari bankare në Austri, përmes së cilës kalojnë të ardhurat e Bankersit, duke e lënë shtetin shqiptar pa mundësi reale për të ekzekutuar detyrimet. Si është e mundur kjo? Si është e mundur që Bankers Petroleum shet naftën shqiptare në tregjet ndërkombëtare, po të ardhurat nuk kalojnë përmes sistemit bankar shqiptar? Është e mundur sepse parat depozitohen sipas të investigimi në një llogari bankare në Vjenë. Kjo llogari është e lidhur me Raiffeisen Bank. Dhe në Shqipëri, kompania rezulton me llogari të zbrasta ose minimale. Kjo është arsyeja, është e thjeshtë, por thellësisht kriminale, që tatimet, doganat apo kreditorët nuk gjejnë mundësi t'i marrin parat nga Bankersi edhe kur ka vendime përmbarimi apo detyrime dhe taksat prapambetura apo gjobat pa paguara, siç u bë e njohur pa kohë më parë. Unë nuk besoj që kjo situatë ka precedent në ndonjë vend sovran, kështu që ky lexuesi ka shumë të drejtë. Dhe bëhet fjalë për shifra enorme. Domethënë sipas investigimeve, flitet për shifra që kalojnë 9 zerot. Janë shifra që kalojnë miliardin e eurove. Por ajo që unë doja të theksoja është shteti ku është. Domethënë, si ka mundësi që si është e mundur që një kompani që shfrytëzon një pasuri kombëtare strategjike si kjo, Patos Marinzës, të funksionoj për vite me radhë me këtë skem. Domethënë, si ka mundësi që për një kohë kaq gjatë shteti nuk pas ka vendosur mekanizma mbrojtës për të garantuar që të ardhurat nga kjo pasuri natyrore minimalisht të kalojnë përmes sistemit financiar bankar shqiptar, ku pastaj të bëhet e qartë se sa janë fitimet edhe sa janë detyrimet. Për këtë arsye unë them që shteti në këtë rast është bashkëpunëtor. Korrupsioni edhe një herë ka fituar korrupsioni disa individëve, ka fituar mbi interesin publik të gjithëve. Edhe prandaj kjo nuk është thash në fillim, nuk është thjesht humbje të ardhurash, kjo është dhe humbje kontrolli, është çështje sovraniteti, sepse kemi të bëjmë me një pasuri që na përket të gjithëve. Përsëris, ajo që doja të thosha dhe që për cilën më ngacmoi komedi lexuesit është që si çdo hajdut në botë, këta gjejnë shesh dhe bëjnë për shesh. Ne fajin duhet ta kërkojmë te vetja. Tek shteti që kemi ndërtuar, te shteti që kemi pranuar, sepse tek e fundit nëse nuk është një gjendje të kontrolloj as të ardhurat nga pasuritë e veta, për çfarë na duhet? Faleminderit.